Po kjo është një rritje që e pa përballueshme për shumicën e familjeve tona me çfarë buxheti familjar kanë. Kjo është e papranueshme, edhe rritje e imponueshme. Por me përballuar disi qytetarët këtyne rritjeve të çmimeve, krahas sajna, se edhe gastronomia, gjitha këto që mvaren për rryme, do të rezulton që edhe ato masandej mi ngritë çmimet, edhe me konë të pa përballueshme për qytetarët tonë me çfarë buxheti familjar dopt kanë. Por me zbut këtë gjendje duhet organet kompetente të qeverisë me marrë masa sociale, duke ngritur pensionet, duke ngritur ndihmat sociale, duke ngritur tarnat personale të atyre që janë ende në marrëdhënie pune, e sidomos shërbësve civil, arsimit, shëndetësisë, e gjitha kategorive tjera, disi me përballue. Unë veç në analizoj një pensionist sot që ka pensionin 120 euro. Ka do t'i ja del ai përpara me shpenzu ato 120 euro. A me ble artikujt e domosdoshëm ushqimor për familje, a me ble borna nëse dikonin e ka të sëmur, ka. Prandaj duhet më ushtu ndihmat sociale edhe një ndihmë nga qeveria me marrë masa me zbut gjendjen e popullatës, sepse shumica janë të varfër edhe nuk mund, sidomos kush nuk e ka dikenin pe jashtme, një djala, vlla, dikushi me i dhonë ndihma, ai shtirë me pagën e vetë, me pensionin e vetë, i ja del. Unë personalisht e kam pensionin më të lartë se jo 120 euro, edhe ja dal disi. Mirë po, unë analizojnë pjesën dërmuese të popullatës, e kur e shet tjetrin që është duke vujt, edhe unë nuk muj me koni knaqen kur e shet ato fqiun tim, apo tjetrin atë afër që ai vuan për buk, e fëmija tina vuan më shkollua me 120 euro. Rritën e rrymës elektrike. Rritet rryma tani shkojnë krejt konsumi, rritet. Krejt rritën. Po këta s'di që të bo që 3 hera, 4 herë që rritë kë zotnia kë vetë vendosës që rritë. Qysh e ka qitë e sapin, nuk e ti. A mendon që dikon në gjepin e qytetarëve? Po qysh dikon? Po thomë, tash ka me shku e krejt, çmimet kanë me shku e zinxhir të rritë. Na s'kem që ka bojmë, këta po vendosë që ashtu. Cila është kërkesa për qeverinë? Unë herë mas pori s'kem qeveri hiq, na s'u formojmë qeverinë hiq. Këto s'kem tash as parlament, as qeveri, s'kem kur gjo. Shëjtimi të rrymës elektrike pejt parit për 2025 nuk duhet të shëjtohet rryma. Duke u mbështet, duke u mbatuar në standardin e popullatës, sidomos të pensionera. Me një pension nuk mundet me do njeri. A me pagu rryma uja, qera, apo në temi e sani. Andaj është mirë që mos mu shëjtu rryma. Po sigurisht gati du të marrë një një nga 50 të 100 euro. Nëse pak pensione e kom pak natë, po për logaritmi këta që s'kanë përvoj pune, 120, a me ble barna, a me pagu rrymen, a me hongër, a me pi, a me vesh, a me pagu qera, a me pagu zemje, ose dru, ose thane, s'ja su në del kur që shiri. Cila është kërkesa e qeverisë që mos me rritë? Kërkesa e qeverisë është që mos me shajtu e rrymen. Bile, populata du të më konë e zgjuhë që me dalë me protestu, para qeverisë.